Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas tha se dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës është i nevojshëm për përparim dhe shtoi se tani është koha për riangazhim. Mbrëm Kaja Kallas u takua me presidentin Aleksandar Vučić në Beograd, i cili e vlerësoi bisedën si të hapur dhe theksoi se Serbia është e përkushtuar për dialogun konstruktiv dhe mbrojtja e popullit serb në Kosovë dhe Metohi është përparësia jonë absolute. Siç deklaroi ai, kujtoi se formimi i asociacionit e komunave serbe nuk është vetëm një detyrim i dakorduar, por edhe një parakusht për përparimin e mëtejshëm të dialogut dhe çdo normalizim të marrëdhënieve. Kaja Kallas pas takimit me zyrtarët e tjerë serb dhe përfaqësues të opozitës dhe student ka udhëtuar për në Prishtinë. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi, Petar Petković, reagoi ashpër ndaj deklaratës së ambasadorit gjerman Jon Rode se strukturat parashtetërore në Kosovë duhet të zhduken. Petković tha tani është e qartë se kush qëndron pas kurtit në mbylljen e institucioneve serbe, heqjen e dinarit dhe mohimin e të drejtave të serbëve në Kosovë. Duke folur në emisionin Rubicon të televizionit Klan Kosova, Rode deklaroi se fakti që ka dy monedha në veri është një anomali, por ai e kritikoi autoritetet e Kosovës dhe shtoi se të përgjigjesh me në të njëjtën masë si Beogradi nuk është zgjidhja. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme Milovan Drecun tha se për të vazhduar dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës është e nevojshme që Bashkimi Evropian të ndalojë së kërkuari nga Serbia që të njeh Kosovën dhe të zgjidhë krizën politike në Prishtinë. Duke komentuar deklaratën e Kaja Kallas, Drecun theksoi se aktualisht nuk ka një bashkëbisedues legjitim në Prishtinë për shkak të krizës pasgjedhore. Ai vlerësoi se dialogu bllokuar nga propozimi franko-gjerman që trajtonte Kosovën si shtet, gjë që sipas tij e inkurajoi mëtej kurtin të këmbgulën ekskluzivisht në njohjen e pavarësisë. Sipas politikologut Ognjen Gogić, ideja raportuesit për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Terras për të filluar një dialog midis deputetëve serb dhe atyre kosovar është e mirëpritën, por ai thotë se ndoshta nuk është e realizueshme. Ai beson se një takim i tillë i deputetëve mund të interpretohet zyrtarisht si një akt i njohjes implicite të Kosovës nga Serbia, ndërsa pyetja është nëse deputetët e Kosovës do të pranonin mundësinë e shënimit me një yll. Belgzim Kamberi nga Instituti Musine Kokolari thotë se deputetët e Kosovës dhe Serbisë dhe Parlamentit Evropian mund të kontribuojnë në dialog, por se problemi më i madh është tek autoritetet ekzekutive në të dyja anët dhe në Bashkimin Evropian. Të tre palët duhet të tregojnë më shumë vullnet politik për të rinisur dialogun, tha Kamberi. Kryetari i Kryqit të Kuq të Serbisë, Dragan Radovanović, tha se objekti i Kryqit të Kuq në liçenin e Gazivodës pushoi se punuar pas pushtimit të policisë e Kosovës. Kur u pyet nëse policia e Kosovës është ende në objekt, Radovanović u përgjigj se nuk ka informacione të tilla sepse objekti nuk është i arritshëm për Kryqin e Kuq. Radovanović thotë se Kryqi i Kuq i Serbisë kërkoi nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq të mbrojë punën e sigurt të vullnetarëve dhe profesionistëve, profesionistë, objektin dhe pajisjen si dhe integritetin e Kryqit të Kuq në Kosovë. Në kishën e Shën Nikollës në Prishtinë me një liturgji dhe prerje në ambëlsirës festive, liturgjia u shërbyer nga igumeni i manastirit të Kryengjëjve të Shenjtë pranë Prizrenit. Ati Mihajlo, i cili tha në predikimin e tij se tempulli do të ringjallet përsëri pavarësisht se sa të fuqishëm janë armiqt. Në përkujtimin e Shën Nikollës në kishën në Prishtinë morën pjesë një numër i madh besimtarësh si nga fshatrat përreth, ashtu edhe ata të zhvendosur nga Prishtina që erdhën nga Serbia qendrore. Policia e Kosovës njoftoi se mbrëm në afërsi të Graçanicës u ndaluan 3 persona me komsi serbe pasi në makinën e tyre u gjetën disa postera dhe mbishkrime me përmbajtje
nacionaliste si dhe një dron. Në deklaratën e policisë e Kosovës thuhet se mbrëmjen policia identifikoi dhe ndaloi një automjet Mazda me targa serbe, në të cilën ndodheshin 3 të rinj me komsi serbe. Pas bisedës në polici, të rinjt u liruan në shtëpi, raporton Radio Televizioni i Serbisë. Moti nesër në veri të Serbisë do të jetë me vranësira dhe me i ftoftë me reshje shiu, ndërsa në zonat tjera të vendit pas një mëngjesi të kthiell do të jetë mot pjesërisht me vranësira dhe i ngrohtë. Në mes të dite, pas dite dhe në mbrëmje do të ketë më shumë vranësira me shi se reshje shiu dhe bubullima. Temperatura mëngjesi do të sillen nga 10 deri në 15, kurse ajo më e larta e ditës nga 16 deri në 28 gradë Celsius.